Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur lider të Vlenit, të dashur ndryshues të këtij momenti në Gosivar, në qytetin tonë. Derisa fillova të mendoj për të përgatitur një fjalim për juve sot, si shefi shtabit lokal, fillova pak të ndjek, i thash të shkoj në retrospektiv dhe të shoh kush çka ka thënë dhe kush çka ka bërë. Si e ka prezentuar njëri tjetrin, kuptohet për opozitën. Dhe çka do të shohish? Po të ktheheni vetëm 1 vjet e gjys pas, do të shihni materiale që thuan gjithçka për njëri tjetrin. Nga hajdut e idiot e diagnoza të ndryshme, deri tek të paaft për punë, deri tek të korruptuar dhe të pazot për koshiun e jo për mohallën e vet. Pra, mendova t'ju them vetëm do t'ju kisha lutur të shkoni që mos ju lodhi me profilizimin e tyre pasi që i vet janë profilizuar, vetëm hyni në YouTube dhe shiqoni se çka kanë folur përpara 1 vjet e gjys. Mos u ktheni më herët se do të dëshpëroni edhe më shumë. E pastaj kthehuni dhe analizoni vetëm 2-3 videot e fundit se sa duhen njëri me tjetrin, se sa janë dorë për dorë dhe flasin se sa janë të lumtur. Lumturia është për njerëzit, kështu që ne ju urojmë lumturi dhe më tej. E çka bëjmë ne? Ne flasim për transparencë, për llogaridhënie, kështu që unë sot që mos ngelim borxh ndaj atyre si profesor që jam, vendosa që t'ju bëj një template se si duhet të japin llogaridhënie për komunën që i menaxhojnë 8 vjet. Ato për gjithçka flasin, por nuk flasin për llogaridhënie për menaxhimin e komunës, për menaxhimin e parave të juaja të qytetarëve dhe harxhimin e tyre në mënyrë shumë jo transparente. Ju e dini që komuna jon, për fat keq, është komuna me më shumë borxhe në nivel të shtetit. Është komunë e cila është me transparencë nga fundi dikundje e treta dhe apo e katërta, dhe është komunë e cila është e mbyllur veç për një klan të njerëzve, të cilët sot kanë shtëpi jo vetëm në Gosivar, por gjithandej duke filluar nga Slovenia e duke mbaruar në Greqi. Pra ky është menaxhimi i tyre dhe kjo është forma se si ato kanë menaxhuar për 8 vite. Dhe për atë shkak, sot ato flasin për gjithçka, po jo për llogaridhënie dhe për raport të punës për 2 mandate që i kanë bërë këtu. Për këtë arsye edhe një herë potensoj, do dua të hapi një raport të programit të fundit që i kanë bërë përpara 1 viti dhe do të kisha thënë të dashur qytetar dhe të dashur oponent politik. Filloni të mendoni për raport përpara qytetarëve se paratë e qytetarëve nuk janë të juajat. Kështu që do t'ju kisha lutur pak raportin për projektin e fundit. Unë them që ky raport është vetëm 2-3 rreshta analizë të bërë, për shkak se s'kemi shumë kohë, dhe po të shihni aty kemi për shembull demontimi i dyerve të hyrjes, kjo bëhet fjalë për renovimin e këshillit të komunës, paramendoni vetëm 2 hyrje të kryesore, demontimi i dyerve është bërë 38.000 denar një, do në janë harxhuar për 2 copë 76.000 denar. E dyta, demontimi i instalimit elektrik për të njëjtin projekt është 400.000 denar. Do në vetëm i kanë hekur kablat edhe i kanë hudhur dhe janë 400.000 denar të shpenzuara paratë juaja. Thyerja i pllakave 160.000 denar. Demontimi i toaleteve, një toalet është demontuar 40.000 denar. I ka pasur 4 toaleta jo hapësirë aty, 160.000 denar të harxhuara për demontimin e toaleteve. Demontimi i lavamaneve, 40.000 denar, 4 copë, 160.000 denar. Dhe mos vazhdojmë ande, shqyqyr që s'ka vask në komunë, paramendoni sa do kushtonte demolimi një vaske në komunë. Kështu që të dashur qytetar, mendoni mirë se si harxhojnë paratë e juaja, si janë harxhuar deri tani për 8 vjet, dhe mendoni mirë a do t'ja jepni Chelsea dikujt për 4 vjet të menaxhon, të demonton kështu hapësira të vogla, të instalon edhe të demonton toalete dhe lavamane, me këto çmime siç i shihni tani pas meje si raport bazik, vizual që ta shihni se si menaxhojnë paratë e juaja. Ne jemi ndryshe, edhe për arsye tjera. Ne jemi ndryshe për shkak se nga dita e parë
thamë do të menaxhojmë me nder dhe me sinqeritet, do të jemi transparent si që jemi sot, nuk mbyllemi në për rrugica të ndryshme vetëm që të kamuflojmë kush, sa dhe si, pra që mos të azjas më shumë, pasi që koha edhe nuk është shumë në favorin tonë, është ftohtë pak. Tani do të, përpara se të vazhdojmë më tej, do të lusë mikun tem, Gazmendin, që ta merr fjalën. Gazmend, urdhno.